nuk janë llogaritur këtu 33 milion euro që kushton toka e vjedhur prej tij në Gjipe prej 224.000 metër katror. Nuk janë llogaritur këtu 38.000 metër katror që i dha të vllai duke u marrë pronarve në Terrapi Treshit. Nuk janë llogaritur këtu sarajet e Surrelit me themele 2 herë më të gjata se themelet e vilës diktatorit Hoxha, as dhe parku 8.300 metër katror. Këto pyetje presin përgjigje me datën 11 maj nga mbar qytetarët shqiptar. Presin, do marrin përgjigjen më të shkëlqyer nga qytetarët 11 maj me votën e tyre të lirë. Por aty Dumanit të Rams i lash një shënim. Mbyllja e aferës me Gonigal nga Altin Dumani përbën një krim ndërkombëtar. Krim ndërkombëtar. Dhe garantoj Edi Ramën se asgjë në botë nuk do mund ta shpëtoj nga kjo aferë e tmerrshme me të cilën ai korruptoi njeriun kryesor që sipas gjykatësit amerikan kishte detyrë të mbronte qytetarët amerikan nga korrupsioni, por u korruptua vetë duke marrë parat e Edi Ramës. Dhe për djeninë shqiptarëve, tani me Gonigal, çdo ditë në qeli, i çon nga qelia mesazhe Edi Ramës. Unë vërtet i mora parat, thot ai, por ato mi dhe e ti, parat mi dhe e ti me cilat me komprometove. Kështu që pritet vote e shqiptarve me 11 maj që Edi Rama shkojte me Gonigali nofta javën e parë. Bravo! Tani, sot se jam në fushat më dhe do a kemi pak më të kufizuar. Po. Herët të kaluara jemi mësuar që me paraqitjen tuaj këtu dhe keni bërë denoncime duke ju referuar bisedave në Sky CC. Pse nuk ndodhi sot dhe a nuk keni më ju materiale tjetër? Jo, materiale kam plot, po sot ndodhi ajo që ndodhi, siç e dini ju, çështja e incineratorëve shkoi për 5 para në gjykat, një gjë të turpshme, një nga aktet më të turpshme në histori, kur humbja e 130 milion eurove u kualifikua një vepër për sigur të kishin humbur 10.000 euro